Punojësit e ndërmarrjes së pastrimit, të cilët pastrojnë çdo ditë me fshes rrugët e qytetit dhe të trotuareve, kanë dalë këtë të martë në një protestë përpara Bashkisë së Vlorës. 22 punonjës kundërshtojnë vendimin e bashkisë për t'i kaluar nga orari i punës gjatë natës në pastrimin e qytetit gjatë ditës. Punojësit kundërshtojnë gjithashtu, siç shprehen edhe vetë, shtesën e orarit të punës nga 6 në 8 orë. Ata thonë se ndryshimi i orarit të punës sjell edhe ndryshimin e vlerësimit të pagesës për orët e punës, pasi, siç thonë ata, kjo përkthehet në ulje page. Sipas punonjësve, me paga më të ulta, nuk mund t'ia dalin të mbajnë familjen pasi jetojnë me qera dhe kanë kredi për të shlyer. Gjithashtu, ata theksojnë edhe faktin se është e pamundur që qyteti të mund të fshihet gjatë ditës, teksa ka qarkullim makinash në rrugë e këmbësorësh në trotuare. Ata shprehen se në oraret e punës gjatë ditës bien shpesh presharjeve dhe dhunës verbale nga qytetarët të cilët i fyejnë me pretendimin se ngren pluhur. Ne kemi një hall të madh na kanë nxjerrin me orar pa orar në punë. Orarin ne kemi dhe kontratën e kemi 6 me 9 me 3. Ta na nxjerrin kur duan. Bashkia nuk është private, është shtetërore. Pse do dalim ne me orar pa orar dhe duke ngrënë të sharat na populli, na njerëzit sepse ulet duke ngrënë bukë e na shën na ofendojnë, duke qenë prezencë dhe drejtori dhe përgjegjësia. Ne jemi ngritur sepse na nxjerrin në punë në mes të ditës, në orën 8 thot ajo do dilni në punë se dua unë. Po të doni rini në punë, thot, po të doni jeni të gjithë të përjashtuar nga puna. Ne kërkojmë orarin siç e kemi patur që mos anë të ofenduara dhe të shara na njerëzit. Çfarë orari keni patur? Kemi patur orarin 9 me 3. Na i kthyen 6 me 12. Tani na i kthyen 8 sabah me 4 të mbasdites. Çfarë është ky orar? Do të thotë ky ju pengon. Po, na pengon sepse kemi sharjet na populli se ti je duke ngrënë drekën apo kafen apo tut jetuaj thot i kanë ndejore. Po të them dhe diçka. Të shana motra, na gruaja, se un po pi kafen thot. Po jemi me banga valla, kemi të vetë të shikojnë në banga, kemi na 15 milion banga, qira shtëpie, qira të gjitha. Zoj, pse proteston? Natë në punë ke qenë, na jam punëtore e vjetër, ai thot do dalë ditën, na i kanë bërë këmë cop, na ofendojnë ke qenë na jote. Duam dalim natën, se dalim ditën ne. Po, ke qenë, na jemi në shtëpi me qira, jemi me kredi, jemi me halle, kam një fëmijë të sëmur. Ku do drejtojemi? Kemi arë në bashki asnjë s'po na dyetot ke qenë. Po, ke qenë, na jemi në hall të madh që të gjithë punëtorët punojnë natë ditë shkretët, bëjnë 10 zona. Edhe s'po përfitojmë asnjë, s'po na. Ajo tha, po vajtë të bashki, mos sa deni më në punë. Tani duam të dalim në punë, olla, dalim natën, jo ditën, se ditën s'del asnjë po. Po kemi frikë se jemi allergjiot që qenë na, jemi me shtëpi me qira, jemi me halle, jemi me fëmijë të sëmur. Kemi kaq vjet që po punojmë. Duam të dalim dhe natën o të ke qenë nëna. Ato orar që kemi pasur. Se na ofendojnë o të ke qenë nëna jote. Neve kemi ardhur tu jemi të tërë, jemi një 30 punëtor që kemi ardhur për tu, jemi të fshesës. Kurse unë që flas tani flas për të drejtën time sepse unë jam punëtor i vjetër, kam punuar me dukën, kam 18 vjet në punë dhe nuk kam punuar ndonjëherë ditën jam burrë e grua në punë. Dhe kur kemi dalë ditën me arë emergjencë jemi të detyruar të dalim në punë. E pare punës. E dyta është kjo, kur kemi fshirë ditën, kam qenë me gruan më kanë ofenduar me nder muhabetit, do më falni të tërë, ata që më dëgjojnë i kanë thënë nuse stime ik bëj shurën atje se na mushe me plur. Ofeza më kanë qelluar me grusht, kam lajmëruar edhe brigadieren është prezente vetë dhe për këtë arsye ne kemi ardhur këtu sepse duam që të punojmë natën sepse ditën nuk punojmë, duhet të punojmë natën se ditën nuk punojmë dot për këtë lloj arsye kemi ardhur këtu të tërë që jemi këtu. Sa mund të ulet rroga nëse punoni ditën? Është ulje konsiderueshme? Po tash detyrimisht është ulje konsiderueshme për arsye sepse neve nuk e përballojmë dot se jemi me qira, me halle, me probleme të gjithë, ne që jemi këtu jemi allergji, jemi me kredira, me halle, me shtëpi, me qira dhe nuk ja dalim dot. E pare punës së dyta dhe ditën siç po na thon dhe siç e kemi dëgjuar, se vetë na drejtoresha nuk kam dëgjuar gjë të themi një të vërtet, për arsye sepse juve nëse do veni të nuk dilni ditën, jeni të tërë punëtorët të pushuar. Ke frikë se mund të pushoj nga puna? Po, kam, sepse po më pushon nga puna, më mora lemerin se s'kam ku vete. Jam me 5 fëmijë, duan të hanë të pini, kam të vegjël mesatar. Gjithashtu, theksohet edhe fakti se vendimi sipas punonjësve nuk është konsultuar me ta,
por është marrë pa i pyetur. Në pretendimin e tyre, punonjësit thonë se kontrata e punës që kanë firmosur me bashkinë nuk parashikon këto ndryshime. Sipas bashkisë, ndryshimi nga fshesa gjatë natës në atë gjatë ditës është një vendim i cili besohet të ketë më shumë rezultate. Mirë po, për punonjësit, ky vendim nuk do të pranohet. Ata thanë se do të sabotojnë punën deri në një takim ku dhe fjala e tyre mund të dëgjohet.